Tensionet në Los Angeles janë përshkallëzuar pasi mijëra protestues dolën në rrugë duke kundërshtuar dislokimin e trupave të gardës kombëtare nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, të dielën. Protestuesit bllokuan një autostradë të rëndësishme dhe i vunë zjarrin disa automjeteve, ndërsa forcat e rendit përdorën gaz lotësjellës, plumba gome dhe shpërthime verbuese për të kontrolluar turmën. Shumë protestues u shpërndan gjatë natës, kur policia shpalli tubimin e tyre të paligjshëm, i cili është një paralajmërim për ndërhyrjen dhe arrestimin e tyre nëse nuk largohen. Disa protestues që nuk u larguan hodhen sende të forta drejt policisë mbrapa një barrikade të improvizuar që shtrihej përgjatë një rruge, ndërsa të tjerë lëshuan copa betoni, gur, skutera elektrik dhe fishek zjarre drejt oficerëve të patrullës së autostradës së Kalifornisë dhe mjeteve të tyre të parkuara në autostradën 101 në drejtim të jugut. Oficerët u strehuan në një mbikalim. Protestat e së dielës në Los Angeles, një qytet me 4 milion banor, u përqendruan në disa bloqe në qendër të qytetit. Kjo ishte dita e tretë dhe më e ashpër e demonstratave kundër vendimit të presidentit Trump për luftimin e emigracionit të paligjshëm në rajon, ndërsa vendosja e 300 trupave të gardës kombëtare shkaktoi zemërim dhe frikë tek shumë banor. Garda u dërgua në Los Angeles, në veçanti për të mbrojtur ndërtesat federale, përfshirë qendrën e ndalimit në qendër të qytetit ku përqendruan protestuesit. Shefi i policisë së Los Angeles, Jim McDonnell, tha se oficerët ishin dominuar nga protestuesit e mbetur. Ai shtoi se në mesin e protestuesve kishte edhe provokatorë të rregullt që marrin pjesë në demonstrata për të nxitur trazira. 10 persona u arrestuan gjatë fundjavës në protestë. Një person u ndalua të dielën për hedhjen e një koktejl molotovi ndaj policisë dhe një tjetër për përplasjen e motocikletës drejt një vargu oficerësh. Presidenti Trump i kërkoi autoriteteve policore të arrestojë protestuesit me maska në fytyrë. Duket shumë keq situata në Los Angeles, sillni trupat, theksoi presidenti Trump.